Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV. Jam këtu me ju për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Ju falenderoj shumë që po na ndiqni. Ju uroj sot një të diel të bukur, një të diel pozitive, një të diel me energji të mirë. Temperaturat janë goxha të larta, por jemi pranë brigjeve shqiptare që na japin këtë dashurinë, na japin pozitivitetin dhe dim të gëzojmë dhe të festojmë. Dua të ndaloj dhe këtë minutazh dua ta vazhdoj me një nga personazhet më të dashur tuaj, me DJ Gimbon. DJ Gimbo, Selin Bollati, Gjesti, në fakt kanë qenë në qendër të vëmendjes për lëvizjet e tyre, për punët e tyre, por edhe për afrimitetin e tyre. Do me thënë është komentuar jashtëzakonisht shumë marrëdhënia e tyre, është komentuar jashtëzakonisht shumë afrimiteti i tyre, është komentuar jashtëzakonisht shumë historiku i tyre. Do me thënë u tha që hyri Selin në mes, DJ Gimbo u largua nga Gjesti. Ka patur hamencime dhe thashetheme të ndryshme. Por DJ Gimbo, siç duket, është duke punuar dhe është duke investuar jashtëzakonisht shumë në emrin e vet. Mbaj mend motra e Gimbos në një intervistë pati thënë që raporti mes Gimbos edhe Gjestit është një raport jashtëzakonisht korrekt, është një raport jashtëzakonisht i bukur, por gëzimi tashmë, sepse familja e thrasin gëzim, e ka momentin e tij dhe duhet të punon dhe duhet të investon në emrin e tij, do me thënë duhet të vepron në emrin e tij. Ju e dini shumë bukur që muaj më parë DJ Gimbo dhe Selin Bollati sollën projektin e tyre të parë DJ, një projekt në fakt që u prit jashtëzakonisht bukur në bashkëpunim me këngëtaren të famshme Rezarta Shkurta, një projekt që e mbërtheu publikun shqiptar. DJ u rikthye në për të gjitha diskotekat, u rikthye në për të gjitha mbrëmjet. Ishte një rikthim shumë i bukur dhe ishte një projekt fantastik, por nga ana tjetër, do me thënë nga ana tjetër, DJ Gimbo tani po projekton edhe planin e tij të ardhshëm. Do me thënë kujt jam merrte mendja. Unë prisja që projekti tjetër i DJ Gimbos të ishte me Gjestin, edhe pse DJ Gimbo solli 5 projekte me Gjestin që në fakt ishin një sukses i garantuar dhe vazhduan të jenë sukses i garantuar. Kujt ja merrte mendja që logjika dhe bashkëpunimi do të shkonte përtej këtyre, do me thënë bashkëpunimi me Adelina Ismailin, do me thënë një bashkëpunim që realisht duhet të jetë një diçka që do të bombardoj tregun e muzikës shqiptare. Nga fotografia që vet DJ Gimbo e ka bërë publike në Instagramin e tij, do me thënë duket qartazi që kemi të bëjmë me një këngë që është e ndërthurur mes tradicionales edhe do me thënë modernes. Është një këngë mix që nuk kupton, do me thënë Adelina këndon tradicionale, Gimbo ka bërë mixin e modernes dhe do t'jenë ideal në këtë bashkëpunim. Është një nga bashkëpunimet më të zgjuara që është bërë deri më tani në tregun shqiptar, do me thënë DJ Gimbo, një nga DJ-t më të famshëm shqiptar, kështu le ta themi, dhe Adelina Ismaili, diva e muzikës shqiptare, do me thënë këngëtarja që ka thyer çdo tabu, këngëtarja që ka shkrir çdo akull dhe këngëtarja që është komentuar në formën më të, le të themi, më të tmerrshme për lëvizjet e saj. Kënga quhet Janane, një këngë e cila ju është publikuar vetëm titulli, nuk kupton që mund të jetë edhe këngë krejtësisht e re, që Adelina mund të ketë një pjesë të kënduar me tekst kombëtar, por gjithsesi do me thënë pritet të jetë një nga bashkëpunimet që vërtet do të mbërthej
publikun për ekrani dhe do të bëj publikun për vete. Kënga nuk ka akoma një datë, nuk ka akoma një ditë se kur do të lançohet, por në fakt mua më pëlqen bashkëpunimi, mua më ka hyrë në zemër bashkëpunimi që Adelina Ismaili e ka bërë në këtë rast me Gimbon apo Gimbo me Adelina Ismailin. Kjo nuk do të thotë që Gimbo ka shkatruar raportet e tij me Gjestin. Unë jam duke parë një logjik shumë të bukur në raport me Gjestin edhe Gimbon, domethënë thjesht Gimbo është duke investuar në planet e tij, në projektet e tij, në sukseset e tij, domethënë për të ardhur sa më bukur tek publiku dhe për të sjellur sa më bukur projekte, domethënë për të investuar në emrin e tij. Kjo ndikon më pas edhe në pazarin që ato bëjnë në përmbrëmje dhe gjithçka tjetër. Kjo është një shoqëri, besoj, e mrekullueshme që dhe Gimbo nuk është se përzihet se me kë bën këngë Gjesti dhe ku domethënë e punon Gjesti këngën e tjerë, se Gimbo është thjesht një DJ, nuk është Gimbo orkestruesi i këngës. Ashtu domethënë dhe Gimbo është duke punuar në famën edhe në emrin e tij. Siç duket, mbështetja më e fortë në këtë rast, DJ Gimbos i vjen nga partnerja e jetës së tij, nga Selina, e cila me shumë zemër, domethënë e ka pritur këtë bashkëpunim, po e shijon këtë bashkëpunim dhe realisht edhe ajo e ka shpërndarë në përfaqet e saj në rrjetet sociale dhe kjo në fakt e bën situatën që të jetë më në formë. Unë i uroj Gimbos të gjitha të mirat, e presim këngën Jana Ne të vi me Adelina Ismailin. E di që Adelina do të jetë në një formë shumë të veçantë, në një formë krejtësisht ndryshe që ndoshta për herë të parë do ta shohim Adelinën në këtë stad, por mendoj që kjo do të jetë kënga që realisht do të thyejë rekorde shikueshmërie dhe do të rrisë edhe më shumë nivelin e Gimbos në rolin e artistit. Domethënë Gimbo është duke projektuar suksesin, famën e tij në mënyrën më të bukur, në mënyrën më fantastike. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe, sepse unë do t'i komentoj të gjithë në mënyrë të detajuar, domethënë të gjitha projektet që do të sjellin, të gjitha materialet në fakt që do të sjellin personazhet publik që kanë të bëjnë me jetën edhe me famën e tyre, do t'i komentoj dhe do t'i sill pranë jush dhe ju do t'jepni mendimet tuaja poshtë në komente. Vazhdoni më shkruani mesazhe dhe si e komentoni ju këngën e Gimbos edhe të Adelina Ismailit, të çfarë projekti do të jetë ky, çfarë bagazhi do të ketë brenda ky projekt dhe se si ky projekt do të sillet te publiku. Me aq sa un kam arritur të kuptoj, domethënë videoklipi i kësaj kënge i tëri po punohet në studio, nuk do të ketë pjesë jashtë, domethënë do të jenë të inskenuara, por më së shumti domethënë klipi është i punuar në studio. Më shkruani koment si e prisni këtë bashkëpunim. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lili, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj këtu tek ju për të ndarë një nga lajmet në fakt që ju jeni kureshtar të dini më së shumti për Luizin, për privatësinë e tij, për jetën e tij, të qenurit i famshëm, çdo të thotë dhe si e ka marrëdhënien Luizi me familjen, por edhe me projektet dhe me punën. Luiz Zelli së fundmi ka folur për këtë gjëra. Tani unë e di shumë bukur pjesën e emisionit se që kur kam intervistuar Luizin, që në muajin maj nëse nuk gabohem, Luiz Zelli më ka treguar që në planet e tij e ka që të realizojë një emision, por nuk ma mori mendja që është në planet kaq të afërta, domethënë, por normalisht mendimi i shtruar në televizionin Top Channel, me patjetër që e ka bërë Luizin që të jetë në qendër të vëmendjes dhe i ka dhënë një mundësi Top Channelit Luizi, jo se Luizi Top Channelit, sepse Luizi ka klikimet, ka shikueshmërinë, ka fansat, mban gjallë gjithë atë audiencë në Instagramin e tij dhe realisht Instagrami i Luizit është një televizion. I ka dhënë këtë mundësinë për të bërë këtë emision
emisionin tek televizioni Top Channel që të jetë në shikueshmëri maksimale. Dhe Luizi që në shtator starton çdo të premte në televizionin Top Channel me emisionin e tij që më besoni do të jetë një emision i veçantë sepse vetë natyra e Luizit i jep ngjyra të veçanta këtij lloj emisioni. Thënë kjo për të vazhduar edhe për raportin e tij familjar dhe raportin e tij bashkëshortor. Luizi Illi tregon në shumicën e rasteve se të qenurit kaq i famshëm, edhe pse Luizi është i famshëm shumë modest, nuk është i famshëm koklart, nuk është i famshëm me kokën e qiell që nuk prekën në tokë dhe njerëzit duhet të çmenden pas tij, duhet të vrapojnë pas tij, duhet të ulërojnë pas tij. Luizi është shumë i thjeshtë, ma besoni, sepse kam takuar edhe vetë, do me thënë nuk e luan rolin e atij personit famshëm, edhe pse e ka mundësin ta luan, por është goxha i thjesht edhe mundohet me mundësin që ka të gjithë njerëzve t'ju bëj qefin, të gjithë njerëzit t'i respektoj dhe të gjithë njerëzit t'i nderoj. Dhe kjo në fakt e bën Luizin që të jetë i veçantë në formën e tij. Por gjithsesi Luizi ka treguar që në mentalitetin shqiptar është shumë e vështirë që të dalësh qoftë edhe tash edhe një byrek, sepse njerëzit të shohin me atë faktin ua po ky han byrek. Të dalësh me një familjarin tënd, e cila mund të jetë edhe një vajzë, menjëherë fillojnë portale, do të thënë e lidhi faktin me rastin në polici që u munduan që ta dëmtojnë, u munduan që ta shkatrojnë imazhin e Luizit vetëm e vetëm që ai të ndjehet sa më shumë keq. Dhe kjo gjëja normalisht që e tmeron Luizin se deri në çfarë stadi njerëzit do me thënë arrin dhe krijojnë imagjinata të ndryshme për tmerin e tyre. Kjo në fakt e bën Luizin që të jetë i veçantë sepse di t'i kontrolloj gjërat. Luizi tha që raportin familjar e ka jashtëzakonisht të bukur, gjërat janë duke u shkuar shumë mirë, raporti me Kiarën është shumë i lumtur dhe dashuria e tyre është në nivel vërtet fantastik.